Mbrëmja e 30 majit shënoi nisjen e festës së madhe të fëmijëve në Shkodër, ku qeli si pari në edicioni 63 i festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë, një nga ngjarjet më të dashura kulturore për publikun e vogël dhe çdo familje shqiptare. Skena vendosur në sheshin përpara teatrit Migjeni u mbush me dritë, muzikë dhe gëzimin e fëmijëve. Gjatë natës së parë publiku shijoi 14 interpretime nga zërat e fëmijëve të talentuar, nga trojet shqipfolse dhe më gjerë. Performancat kuruara me kujdes dhe emocione të sinqerta e bën mbrëmje një spektakël të vërtetë. Rezultoi i suksesshëm, ishte një fillim i mbar para këtij tempullit, para teatrit. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevat e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më mëza që ka Shqipëria dhe gjithë trevat përtej Shqipërisë. Dhe mendoj që ka qenë një natë magjike në gjitha sferat. Rezultoi që edhe kori vazhdon të jetë në formën e duhur, ai që jep dritë dhe jetë këtij festivalit. Nuk e keni ide që unë vi për herë të parë në Shkodër. Kam ardhur më herët shumë kalimthi, por sot kështu e kam shiju Shkodrën. Mandej përvoja ime me fëmijë është edhe më e hershme se kam luajtur shfaqje për fëmijë, mirë po një festival të tillë nuk më kishte rasti ta udhëheqja. Ishte jashtëzakonshme, kishim shumë emocione, se ne zakonisht kemi emocione, pavarësisht përvojës, emocionet janë të pashmangshme. E jashtëzakonshme, fëmijët e mrekullueshëm, energjia e tyre, unë jam nënë e 2 fëmijëve, një botën e fëmijëve dhe është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme. Shkodran, me atë gjuhën që e keni, jeni fantastik, more. E mrekullueshme, ishte përgjegjësi e madhe në të drejtën, sepse edhe eksperienca ime është jo e vogël në skenë, por jo e madhe duke prezantuar një festival të këtyre përmasave. Por energjia, siguria e fëmijëve të vegjël në skenë na bënte edhe neve realisht optimist dhe na përfshinte për të kaluar një mbrëmje si kjo e sotmja kaq të bukur. Këtë vit për herë të parë kënga që do të marrë çmimin e parë do ta përfaqësojë Shqipërinë në kompeticionin ndërkombëtar Junior Fest, duke dhënë festivalit një dimension të ri dhe më të gjerë përtej kufive. Nicole Çabeli, fituese e edicionit të 62, tregon emocionet që të jep kjo skenë. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një rritje dhe do ta provoj eksperiencën time dhe është domethënë jam shumë e lumtur. Të dyja janë shumë ndjesi të bukura, nuk zgjedh dot, më pëlqej shumë të dyja. Në natën e dytë të festivalit do të ngjiten 15 këngë të tjera konkurruese, ndërsa finalja e madhe do të mbahet në 1 qershor, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, kur do të shpallet edhe kënga fituese. Festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë në Shkodër vijon të mbetet një traditë vyrë kulturore që promovon artin, talentin dhe ëndrat e brezit të ri.